Dhe jemi kthyer sërish drejt për drejt, do të flasim për të tjera zhvillime dhe do të ndalim në këtë moment të flasim për ngjarjen e rëndë të regjistruar vetëm pak më parë me zitën e sotme në Kamës, teksa u qullua me armë zjarri, ku dyshohet sipas të dhënave paraprake për motive të dobta dhe bëhet fjalë për një 27 vjeçar, teksa është drejtuar për në spitalin e traumës dhe fatkeqësisht ka ndërruar jetë në spital. Pikërisht këto janë edhe pamjet që kanë bërritur në redaksinë e Klan News nga vendngjarja, aty ku ka ndodhur edhe ngjarja e rëndë, teksa është qulluar me armë zjarri dhe pikërisht sipas të dhënave paraprake të policisë është identifikuar autori i dyshuar i ngjarjes dhe bëhet fjalë për shtetasin Sadik Llanaj, ndërkohë sipas po të dhënave paraprake të hetimit dyshohet edhe për një të plagosur, por ende nuk dihet. Këto janë gjithmonë të nderuar teleshikues informacione paraprake. Nga kjo ngjarje e rëndë që ka ndodhur mesditën e sotme në Kamës, ka mbetur viktim 27 vjeçari me inicialet AB, teksa ka ndërruar jetë në spitalin e traumës, e ndërkohë autori i dyshuar i kësaj ngjarje është pikërisht shtetasi Sadik Llanaj, ndërkohë dyshohet se sherrri ka nisur në një lojë kalçeto.